Sami Lushtaku, kryetari Skënderajt nga radhët e PDK-s, ka falendëruar Memli Krasniqin për punën dhe lidershipin që ka treguar sa ishte në krye të kësaj partie politike. Me një postim në Facebook, ai ka deklaruar se dorëheqja e Krasniqit duhet të shënojë një moment të ri të mirë të PDK-s. Në emrin tim dhe të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës në Skënderaj, shpreh falënderimin dhe respektin më të lartë për punën, angazhimin dhe lidershipin e treguar nga kryetari deri tani i PDK-s, Memli Krasniqi. PDK-ja është parti shtet formuese dhe shtet ndërtuese e cila ka vizion të qartë për zhvillimin e vendit, prandaj ky vendim i dorëheqjeve le të shënojë një moment të ri i cili e fuqizon, e rrit dhe e unifikon edhe më tepër PDK-n, ka thënë Lushtaku. Ai ka uruar suksese Krasniqit për më tutje. Milasim Krasniqi, profesori dhe babai i ish kryetarit të PDK-s Memli Krasniqi, ka reaguar pasi ky fundit dha sot dorëheqjen nga drejtimi i partisë. Krasniqi ka publikuar 2 fotografi të djalit të tij, dikur kur ishte i vogël, dhe një tashmë. Ai ka shkruar se janë krenar me djalin e tyre. Jemi prindër krenar me djalin ton të dashur Memlin. Është shembullor që nga fëmijëria deri sot, ka shkruar profesori ndër të tjera. Kryetari Drenasit Ramiz Lavrovci ka reaguar pas dorëheqjes së Memli Krasniqit. Ai ka përgëzuar strukturat e PDK-s dhe qytetarët e Drenasit për mbështetjen e dhënë, duke riafirmuar besnikërinë e tij ndaj partisë. Ai përshëndeti largimin e kryetarit të deri tanishëm Memli Krasniqi dhe u shpreh mbështetje për kryetarin në ardhje Bedri Hamza, duke i cilësuar PDK-n si themeluesen e lirisë dhe e shtetit të Kosovës. Në vijim postimi i tij plot, Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Përgëzoi strukturat e PDK-s për mbështetjen që më kanë dhënë në çdo situatë me besimin e plotë se do të bëhet mirë. Falënderimi i veçantë shkon për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët besuan në zotimin tim se s'ka bir nanaj që më largon nga PDK-ja. Besimi im në sinqeritetin e antarësisë ashtu dhe udhëheqësve të PDK-s ka qenë i madh. Ky hap i pritshëm i kryetarit të deri tanishëm Memli Krasniqi do përshëndetur njëherësh duke i ofruar fuqishëm përkrahje kryetarit në ardhje Bedri Hamza. Të jesh lider i partisë që mburoi nga drejtoria politike e UÇK-s është përgjegjësi e madhe, përgjegjësi për të dërguar shtetin në nivelin më të lartë, sinqerisht, me tërë forcat përparimtare të vendit. Partia Demokratike është vetë liria dhe shteti i Kosovës. Të jesh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës do të thotë të jesh shtet formuese, shtet ndërtues, gjithëpërfshirës, e përbashkues, trim i drejtë, lartpamës e vizionar, mbështetas dhe lider në fjalë e vepra, suksesit të mëtejshme partie liderëve tanë të luftës dhe paqes, suksese PDK, ka shkruar ai ndër të tjera në këtë reagim të tij pas dorëheqjes së Memli Krasniqit si drejtues i PDK-s.